vetrëgullimi me mediave lokale, cilit janë sfidat me cilin përballen sot? Sfida më kryesore tani është çështja që vetrëgullimi duhet bëhet gjithmonë më tepër masiv, pra domethënë mediat duhet kuptojnë rëndësinë që sa më shumë të mos ja lënë dorë qeverisë t'ua rregullojë, po themi, shprehjet e tyre, por duhet ta rregullojnë vetë. Sigurisht gazetar ka plot nga ata që nuk i respektojnë gjitha rregullat e etikës, bëjnë her pas here defekte, gabime që mund të rëndojnë, mund të sënojnë reputacionin e individëve të caktuar. Por gjithmonë kjo është një arsye, një justifikim shumë i mirë i qeverive dhe qeverisë tonë, po dhe në botë ndodh një proces që të ndërhyjnë për të kufizuar lirën e shprehjes. Mbani mend se si ndodhi me paketën antishpifje. Ky është qëllimi. Megjithatë, bota ka zgjidhur gjithmonë duke tentuar, duke thënë që e lë qeverinë jashtë dhe thotë e rregullojmë vetë ne veten. Dhe kjo sot është edhe një nga gjërat që diskutohet në procesin e negociatave. Është një nga aspektet për çështjet të lirisë shprehjes që Bashkimi Evropian synon të t'i thotë mediave shqiptare organizohuni dhe vetë rregullohuni se kjo është forma më e mirë. Sigurisht kemi përpjekje të mira në Tiranë, por ne duam ta shtrim edhe në qytete të tjera dhe sidomos në qytetet në Shkodra, që është një nga qytetet më të rëndësishme të Shqipërisë, edhe Vlora është një nga targetet që kemi fokusuar ne në këto dy aktivitetet e fundit dhe mendojmë që ta zgjerojmë pak pra gjeografinë e vetë rregullimit dhe të japim po themi ato çfarë ne dimë, çfarë kemi nga eksperjenca që kemi nga Tirana. Mediat vizive apo ato online janë më problematike, edhe kryesisht nëse i lidhim edhe me pjesën e dezinformimit? Mediat online janë pak më problematike, qoftë edhe për arsye sepse janë të orientuara drejt marrjes së klikimeve të shpejta dhe e ulin cilësinë, bëjnë lajme pas here më shumë sensacionale se ç'duhet, po sepse kjo është funi nevoja e tyre të marrin shikueshmëri, por ato kanë përgjegjësi jo vetëm thjesht për përmbajtjen e lajmeve të tyre, por edhe për komentet që bëjnë individë të ndryshëm. Qofshin këto kur janë komente direkt në faqe, qofshin edhe kur janë komente në rrjetet sociale. Pra mediat online kanë dhe detyrimin të moderojnë komentet, gjë që për shembull nuk është problemi i mediave audiovizive, sepse ato kanë shikueshmërinë pasive, jo aktive siç ka media online. Dhe fundit, këto lloj vetrëgullimesh, është nevojshme le të themi së pari tek gazetarët apo ndoshta mund të ishte edhe një lloj forumi i tillë mbas edhe për drejtuesit e mediave apo të cilët bëjnë edhe linjat editoriale? Kryesisht është për drejtuesit e mediave. Ata janë përgjegjësit kryesorë që bëjnë linjat editoriale, ata janë vetë që mund të orientojnë pastaj edhe gazetarët, stafin e tyre që jenë më korrekt, më etik. Megjithatë, gazetarët kanë dhe aftësitë vetë individuale që të ruajnë korrektesën. Pra kjo ka të bëjë me çdo individ, por synimi i kryesor është pikërisht domethënë drejtuesit e mediave. Maksimumi, kështu të fokusohemi pak te pjesa e temës. Tani, po shikoni po kam le të themi dy cilësi që duhet ta aksesuar me luftë. Jo kështu. Thjesht në paqe pra. Do të ketë një aktivitet